Edhe pse s'dua që ta pranoj, sa herë që ty dësho, çdo gjë ndryshon. Ty të dua pran, si s'po e kupton. Veç ty të dua, sonte dhe çdo nat. E jam me mua, mos të presë më gjatë. Do ta fali çdo gjë, sonte vetëm ty. Veç ti ta kuptosh se për mua je veç ti. Edhe pse s'dua që ta pranoj, sa herë që ty dësho, çdo gjë ndryshon. Ty të dua pran, si s'po e kupton. Veç ty të dua, sonte dhe çdo nat. E jam me mua, mos të presë më gjatë. Do ta fali çdo gjë, sonte vetëm ty. Veç ti ta kuptosh se për mua je veç ti. DJ, spin that record. Veç ty të dua, sonte dhe çdo nat. E jam me mua, mos të presë më gjatë. Do ta fali çdo gjë, sonte vetëm ty. Veç ti ta kuptosh se për mua je veç ti. Zonja dhe zotri, sa për të ndëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'juaj në Odeon. Mirë mbrëma najnë që të dua pat. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar. Kudo që të jeni, e nga do që të jeni. E thamë gjithmonë, është ndru në një slogan të përhershëm dhe nuk i ka bo shumë, ja 16 vjetë. Në realitet, sepse ju drejtohemi gjithmonë juve, shqiptarëve tanë, kudo që të jeni, në 4 anët e globit, që është të vërteta kemi reagimin nga 4 anët e globit, dhe për këtë ndjehemi shumë të lumtur. Mirë se vini në spektaklin tuaj, në sheshin e fjalës së mirë, këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Për çdo të shtunë ne bashkëbisedojmë me të gjitha format, edhe me këngë, edhe me humor, edhe me bashkëbisedim, edhe me pyetje, edhe me përgjigje, edhe me ndonjë porosi, edhe me ndonjë dëshirë më shumë. Po gjithmonë synimi është që ta bëjmë më të bukurën, më të mirën, në mënyrë që pas një javë të ngarkuar, në realitet ju të kaloni sa më bukur në këtë të shtunë dhe nesër e diel në mëngjes në Radio Televizionin 21 me spektaklin tuaj Odeon.
Mirje, do të kemi si për çdo javë shumë çka të bukur, sonte po m'duket s'pas na çamë të pyet kush ka vesha. Jo, se më veç vat. Edhe a ke hik shumë? Jo, s'kom hek shumë, po më ka ndihmu e nderuara Hatigje Bidyqi, që e falenderoj shumë, që ajo jeton në Amerikë dhe më furnizon çdo herë pas here me vite të bukra edhe ekskluzive. Ajo është edhe piktore natyrshike, kemi thënë shumë herë se një ditë do ta kemi një ekspozitë të saj. Ose këtu, ose me një linjë të drejtë për drejtë, sepse është e jashtëzakonshme se sa bukur pikturon. Një talent i rrallë që në realitet është zhvilluar në për vite si duket në Amerika, atje ku jeton. Ajo dhe familja saj, një familje që një jetë të tërë ja kanë kushtuar shqiptarisë, mbi të gjitha Kosovës. Janë familja Bytyqi, është Sabiti, Sejda, Muhameti edhe Mustafa. Që jemi këtë tek ajo se një jetë të tërë i kushtohet vendit, vërtet këtë e kemi edhe detyrë, sepse vetëm këtu ndjehemi të rënd ashtu si që meritojmë. Sa i kryjmë detyrat është vërtet një çështje që shtrohet si pyetje me vetvete. Çka ndodh me ne? 3000 vjet kemi luftuar që ta kemi këtë ditë. Sot, kur i zgjedhim përfaqësuesit, i votojmë, fillimisht vinë zhag në për shtëpia, në për duke na lut mja u dhënë votën. Për fatin e keq, pjesa më e strukturuar intelektuale heziton këtu, ja u japin votën, pastaj ata shkojnë në parlament edhe bëjnë natë me njëri tjetrin. Kush ja u jep atë drejt? Absolutisht këtu duhet rregulluar mekanizmat kushtetutar edhe ligjor, që të gjithë ata që bëjnë ashtu të sankcionohen me ligj, me kustetut, në mënyrë që kur mos mjuron men me përdor inatin e tyre, sa ata kanë inatin me njëri tjetrin. Ata nuk mund të kenë inat parti me parti, kanë inat me njëri tjetrin individet, të cilë pastaj partisë ja shpjegojnë që po dëgjoni se nuk bëhet kështu, nëse nuk bëjnë kështu e kështu me radhë. Ju e keni për detyrë absolutisht të krijoni institucionet, edhe se mos mendoni që se dim. Na e dim kush është fajtor, të gjithë ju. Si më tutje, se mos po filloj po bëhna nervoze, po qes ma shumë. Jo, më shmenja në qëto, ti po flaton e të menuqish me registru një parti politike. E letos. Qatë shumë normal që na keni bua. E letos ka problem me majt, se ta nuk është tirë me kriju, problem është me majt. E do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi humore, do të kemi këngë, mysafir të veçantë, që do të na rrëfejnë kaptina interesante edhe historike të vendit, po dhe të jetës së tyre. Do të kemi edhe këngë, edhe shumë çka të bukur. Do të jetë tamam një spektakël i strukturuar si spektakël. Le t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorët tanë, sepse janë ata, pa jemi na, jemi bashk, autor dhe kreator të spektaklit tuaj, Odeon. Edhe le të japim fjalën atyre që kënga ishte e jeton Berishës. Teksti Naima Baze. Veç ty të dua, sonte edhe çdo natë. Ditën? Ditën e ditë ka një zemër veç, ta qojnë telefon edhe kaq, përfundoj dita. Ato vinë në vazhdim për të na sjell humorin, gazin, në shtëpi tona, në zemra tona, në një javë të ngarkuar, në fund të saj, ju mund të kënaqeni me humorin, me satiren, me alegorinë e tyre, që e kanë edhe për mision të jetës, artistët e nderuara Dada Hyr dhe Kulja. Shumë dashuri. Zamra. Sa merë mësysh që kjo qashtë. Edhe ti, sa merë mësysh, ajt edhe ti. Hajt edhe ti. Do të postojmë në mëzjedhe, që të zemra jashtë të një jasë vëzhloni se na keni qimë në kryq. O hajrë pache dhe ty të përzjedhe. I këna me shku apet. Po mirë që dhe ty dhe i na mësu, pe bojnë edhe si feste, po shkujme, po vishemi e, po votojmë. Është interesant, qatë ditë për shemë që dojna me shku atje, mas pari dali me kësy në përshehër, mas një shkojna me votu. Me votu. Të na i këthejemi, apet këthejmë. Apet? Po në na kina qatë në festu e. Vesh këthejmë të rësit si thiu në okull. O, mërëm me hyren, me shku, me bo keqapin të doktori.
Check-upin, po do me thënë, check-up. Aha. Nejse, dhe që ta shpithëjnë qashtu se na këtyna here i theshim analiza, me bo me këqyra jena mirë. Kur shkuma aty, aj doktori dosti hyrës, ha? Ajde hinin zyre që të te one, dhe i sa të bëna të rëni me mua? Hena. O, zët, qka s'kena po e qa s'kena ni? Aty ish humër se o na em. Humor vëllohe. Qysh kanë të nejtë që kur hini njone, tu, marana. Doktor tha, unë jëmë gati me hi spital. Era që bo pa të prishke, atë mëtë ke kejtë. Doktori pëkshyrë tha, bukën e pas ke marë, po? Pa, tha doktor, sapunin po ta shë, pijamet, qeben, po, tha, kejti ko marë. Ta e kjo tha që është me ty, kush është? Kjo tha doktori, tha në rase nuk kemi. O, ku kuaj kolegat i tina. Po, Edhe doktor, edhe profesor. I kish marë studentat me veti, me bo praktik, veç kër i rasin zyre që atë tëna. Edhe pianist për vetë. Ta cili organ në rritët derin 7 herë. A një studente, Kjo tha, bibza e syrit e dashër, e ajo hi-hi-hi-ja dhe në 2 herë. Dhe, ja buna thash, profesor thash ma si për mene syt, nuk po shë bre thash më kanë lonë syt diqka, ta më falë, tha kur i ki zbulu, tha që nuk po shë, thash kësohër që peqedi ki atë kuletën sens, po shën të. A e pove që ato njërën që i në gjyme në gjyme këshone. Kër hini, fa, doktor, për më dhe mborki, doktor, për më dhe mborki. Tha, pësa tha që a ke hongër që për dhe mborki? Tha, kom hongër, tha, pis, mish, peshk, edhe Coca-Cola. Kjo tha, qëre tha, nuk je këtu në Facebook, po jetë e mjeku, e mos raj, po ka zë drejt që a ke hongër. Tha, doktor, pasull të pardjeshit. O, vish kur ka i njëri se të ngo, doktor, tha, doktor, i kom bletha atu i lo që tha si raket, që më ki thonë, tha, vish kalëzëm që shmi përdur. Kë po më këqyrë, mu për këqyrë ato, tha, shtini mbëth. Kër e ka ujda i krypë kështu. Doktor, hajtë që thiri ma volë, se po të shosa që jenë nërvës. Uq kjo doktori partë humoristik, a? Shumë. Djena sëftë të kesh me ta. Po vjen njona dhe kjo këtë. Urnonizoj, qka mëj me bu për juve aja? Doktor nuk po di si t'ju them. Po urno, tha Zoj, qka mëj mi unë mu? Tha doktor, sa her po pi uj, po më vjen dëshira për seks. Kjo ka Zoj, ka dale, o dale. Mere vitën me të mirë, do, mere një gotu uje pije. Qa da ka i njëni, doktor. Kalëzëm bre, tha doktor, tha qysh mëj, tha me të shpërbly, tha di qysh, tha që i ki bot të në ato punë të mira, tha për mua, din, që më kinejt hazër e krejt. Pa i tha s'po di bre, tha qa me thonë, po qysh kisha muj, di qysh me të falenderu, kur ki doktori pa bon me sy kësha, din. Më fali sa, tha, pa i tha, këshyre, tha, ka të nori, tha, më ka pru, vë, tha, më ka pru tomëll, tha, dhe këmpira. Automekaniku, tha, ma ka ndresh kjerin. Roba qepë, tha, mi ka kjep teshat. Ti, tha, ka hije me profesion. Veç kur të këthyaj, unë e tha, vëragji. Në nga bish të kesh, në nga bish të a i psiatri norvegjez. Po dhe? Ka thonë, një birë në dite, rinë sa ma largë psikiatrit. Unë me burë të abin po getë dje kila pos konferencë për shtyp. Vesti moj konferenca, në që ta erdhën analizat, aden. Ta mana i mikëshur, ta shka dalë, bre doktor. Sa erë, bre, thash i po qona në sabap e i gjugumi, thash po më dhe më kroje, qa mi bo? A i, bre, tha dhe da hyrë, ta ti më su qënë sabap, qa ju pak ma vunë, qa pe po të move këtë punë. Kalëzën, tha, hyrë, tha, atë ka lonë, tha, apetite, a e ki hup apetitin. Nga bre, thash, doktor,
të lifar humbje shkom pas njët. Ama që kjo ja halasëm ka gjithë. A mu po më thët, ti pak uj thanë në kom. Thash, doktora, ta një të kom pi vene dhe bira, kjo ka mujtë me ndonë dhe që këri kom la dhëmët. Që ata ju këtheva atila, për ju thëmë dhe juve, shë që jeme. Lady Diana ka pas thonë, bota, besoj që bota sot dë vuan, më së shumëti nga një sëmundje që e ka kaplu. Ajo sëmundje është mungesa e dashurisë. Natën e mirë. Natën e mirë.